i kam studiuar dhe i kam qenë pjesë e këtyre formacioneve. E parë në 2004 nga qenë Fatos Nano, i cili ka marrë pjesë në koalicionin e vullnetmirëve në Irak, pra kemi çuar trupa për të ruajtur bazat dhe infrastrukturën në Bagdad, dhe kemi qenë sipas një kërkese të SBA-s. Pastaj ka qenë qeveria Berisha, e cila ka marrë pjesë në koalicionin ISAF në Afganistan. Tashmë ka ardhur rradha Edi Ramës të çojë trupa dhe mbështetje ndaj një platforme amerikane. Nuk është një gjë ekskluzive, si një lloj ankandi të këtyre vendeve, por ti thon urdhëroni dhe nuk flitet për masakra, por flitet rindërtim gazash dhe rindërtim ndërtimesh, resortesh, fshatrash, portesh në Gaza, sepse ashtu është interesi i kësaj perandorie për të mbajtur kontrollin e gjithë Bregdetit perëndimor të Gazës. Në disa gjenerata SBA-ve. Ja kemi bërë me sy mbyllur, më do shkojmë atje ku është Amerika, me sy mbyllur. As do shohim fare, as do analizojmë fare, por thjesht kemi asnjë detyrim për asgjë tjetër përveç ju më falni se unë kam çik të vështirë të përshtatem formatit, nëse mundem dua të shtroj 3 pika shkurtimisht. E para, fakti që në statutin e Bordit të Paqes nuk përmendet fare Gaza, për shembull. Edhe pse u ndërmorsi nisëm brenda kuadrit OKB-s për çështjen e rindërtimit të paqes e me radhë, në statut dhe në gjithë të Ska një lloj transparencë. Ska lidhje fare, nuk përmendet fare Gaza. E dyta, përderisa flasim për Gazën, duhet të kemi parasysh që, siç u tha edhe këtu pak më parë, janë vrarë 17.000 civil, rreth 20-25.000 fëmijë. Kush i ka vrarë këta? Aty ka një konflikt. Tani, një prej njerëzve që akuzohet nga gjykata penale ndërkombëtare, që është Benjamin Netanyahu për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, ka një masaresti nga antari i këtij bordi penale dhe nuk po zbatohet masaresti. Ndërkohë, pala tjetër që janë palestinezët nuk janë, sepse nuk njihen si entitet. Ndërkohë që ekziston një marrëveshje që e pranojmë të paktën formalisht edhe ne si vend dhe gjithë vendet e tjera të Evropës dhe të botës, që thotë që duhet gjetur një zgjidhje ndërmjet dy shteteve. Tani, problemi është tu, nëse do kesh dy shtete, gjëja e parë, vetë udhëhiqet. A është një gjë e mirë, kjo është një gjë e keqe. Çështja është që duhet të ketë dy palë, siç ka qenë Kosova dhe Serbia, që ishin në konflikt, që ulen eventualisht tavolinë dhe vendosin disa kushte. Jo Netanyahu, Edi Rama, Donald Trumpi që do të gjejnë zgjidhje këtij problemi. E treta, ka të bëjë me faktin që përmend pak këtu, që Shqipëria duhet të ndjekë se s'bën atë që bën Amerika. Amerika është partneri më i rëndësishëm i Shqipërisë dhe këtë se vë njeri kur në dyshim. Partner do të që të jetë në pozita barabarta. Nuk jas në pozita barabarta. Në pozita partneriteti duhet ju marrë një shembull konkret. Pozita barabarta me perandori. Ju marrë një shembull konkret. Ti je në detyrim gjatë gjithë kohës. Nuk je gjatë gjithë kohës moral historik. Nuk je gjatë gjithë kohës dhe të të marrë një shembull. Që ke që 1920 ti ekziston dhe qëndron me gjithë egërsi që po bëhet sot në gjeopolitikën globale, po vetëm ta mbaroj. 10 sekonda. Në gjithë të egërsi që ka përfshi gjeopolitikën globale, ne si vënd në këtë vatër të nxehtë ku ndodhemi, pa Amerikën jemi krejtësisht pa sigurt. Jam dakord. Dhe ne e kemi detyrim